Mirëmëngjes, unë jam Elton Çaushi nga Albanian Trip. Turizmi po shkon shumë mirë, kemi bërë shumë përpjekje, të gjithë bashkë, sektor publik, sektor privat, kemi bërë përparime të mëdha, kërkesa është e lartë, kemi gjitha arsyet më të mira për të qenë optimist, po a kemi mbaruar punë? A jemi ne gati që të presim këtë turizmin e vitit 2025? Me shumë gjasa na duhet akoma punë e rëndësishme në atë që quhet digitalizim. Klienti i sotëm që vjen nga Europa Perëndimore apo Amerika e Veriut pret nga ne që të jemi të përgatitur që të marrim më shumë pagesa digjitale, edhe shumë e rëndësishme që të punojmë këtë drejtim, edhe të bashkohemi me pjesën tjetër të botës, e cila gjithmonë më pak po i drejtohet një ekonomie pa cash, edhe ku dominon pagesa digjitale. Prandaj unë rekomandoj fort që të gjithë ne bashkë punojmë më shumë, edhe kjo patjetër do bëjë që neve të rrisim të ardhurat, krijojmë një raport besimi me klientët, edhe të përparojmë më shumë me turizmin modern që Shqipëria po përpiqet ndërtojë.